Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në emisionin tim Mikrofoni hapur. Jam unë Gens Paçuku, moderatori i Window Radio dhe ju flas nga studio në Londër. Të martën e kaluar, unë ju fola nga Roma dhe sot ju flas nga Londra, por do jem në një bisedë me Romën. Isha në Romë me ftesë të diasporës shqiptare në Itali dhe me lejoni t'i falenderoj për ftesën, për pritjen si dhe për mundësinë që bashkë me ta të isha në një takim në Parlamentin Italian. Pash një diasporë të integruar, pash një diasporë me punëtor dhe biznesmen të suksesshëm, pash një diasporë në harmoni, pash një diasporë patriotike, pash një diasporë me sy, vesh e mendje nga vendlindja. Pash një diasporë të integruar edhe në jetën politike italiane. Madje mu dukën në Parlamentin Italian në takim me senatorë dhe deputet si në shtëpinë e vetë. Pash dhe kuptoma se si ata janë kthyer tashmë në një urë lidhse me plot dinitet midis Italisë dhe Shqipërisë. Por ajo që nuk po shoh është interesi i vendit am për të shfrytzuar këtë rast duke angazhuar diasporën në jetën politike, ekonomike dhe sociale të vendit. Pa mundësi, pa aftësi apo agjend mos përfillja e diasporës. Nuk e di, por në përbiseda me të ftuar të ndryshëm nga diaspora do mund të mësojmë më shumë. Në emisionin tim do të jem një mikrofon i hapur për diasporën me qëllim për të bërë më të mirën për Shqipërinë, që ne si diasporë ndoshta ja kthyem shpinën fizikisht duke u larguar, por kurr nuk e larguam nga mendja, kurr nuk e larguam nga zemra, kurr nuk heshtëm dhe nuk e lam pa kontribute. Pyetja është, po Shqipëria nan, çfarë bëri? Çfarë po bën dhe çfarë duhet të bëjë? A ka nevojë për ne? A duhet të na therras ne? A duhet të na angazhojë ne? Për të gjitha këto, unë sonte kam të ftuar zonjën Lindita Bimi, emigrante në Itali. Zonja Lindita Bimi, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Window Radio dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma nga ekrani i Romës. Faleminderit për ftesën, Genci, faleminderit. E fillova me zonja Lindita, por duke parë thjeshtësinë tuaj, por edhe timën, dashamirësinë tuaj dhe duke shfrytzuar edhe miqësinë në vazhdimsi, unë do t'ju drejtohem me Linda, se Lindita më duket çik zonja Lindita më duket çik si kur krijon një distancë mes nesh, kështu që unë dua t'i thyej këto barriera dhe do t'ju drejtohem sonë thjesht Linda. Në fakt dhe miqtë mi më njohin të gjithë me emrin Linda. Edhe unë prandaj që të përshtatem me miq që ta dinë si je ti dhe nuk është dikush tjetër sonte me mua. Faleminderit. Ne u takuam për herë të parë dhe të fundit javën e kaluar në Romë, edhe nëse të kujtohet një bisedë që bëmë bashkë, kur unë të vura ndjeni për radion dhe të stoha për intervistë, me the që intervistën do ta bëjmë në moderim të dy, do me thënë, unë do t'ju pyes ju do të më pyesni mua, por le ta filloj unë një herë si fillim, si zoti i shtëpisë, pastaj kur të dush Linda e merr stafetën dorë dhe mund të pyesish edhe mua pa problem. Patjetër. Okej, atëherë për dëgjuesin, me qenë se je për herë të parë në radion tonë, kush është Lindita Bimi? Lindita Bimi është një emigrante që jeton për vitesh në Itali, ku ka ndërtuar dhe familjen e vet, gjithashtu edhe biznesin. Si rol kam koordinatore për gratë në Itali, për gratë shqiptare në Itali, dhe kaq. Shumë bukur. Duke unë pak pash, hera dytë që kam qenë në Itali dhe të dy herë që kam qenë në Romë, herën e parë kam shëtitur shumë këtë radhë, nuk kisha kohë të shëtisja pasi ishim bashkë me ju në një aktivitet në Parlamentin Italian dhe koha ishte më e shkurtër, po me sa kuptova, në çdo lëvizje që bana, çdo njeri që takova, pash shqiptarë të integruar në jetën italiane. Si mendoni ju, a janë të integruar shqiptarët në Itali? Patjetër që të integruar me sakrificat e veta, si çdo njeri ku del në emigrim, që kalon vështirësitë e veta,
Po janë integruar. Kanë ikë nga vendi jon për një jetë më të mirë, sigurisht patjetër dihet, asnjë nuk e dyshon këtë fakt. Duke mos pasur mbështetje nga qeveria jon, nga qeveria Rama, kur dita ditës gjërat po shtrëngohen në Shqipëri, ku dita ditës po të vidhet prona jote, edhe se ti e ke ndërtuar me djers, dhe asnjë nuk i del zot atyre shqiptarëve, ku papunësia është e madhe dhe rinia po zhduket, po ikën. Po, integrimi, nga njerë integrimi është patjetër gjë e bukur, po një super integrim do thoja ndoshta nga njëherë sjell në asimilim shqiptarët janë po ruajnë identitetin e vet në Itali edhe kudo në diasporë me sa njohuri keni, apo po shkojnë drejt asimilimit pasi u bën rreth 35 vjet që shqiptarët emigrojnë? Jo, normale që asnjë nuk e harron vendin e vet, siç e tha dhe ju pak më parë. Shiko, ne mund të jetojmë me të plakemi këtu, fëmijët tonë mund të rriten, po zemra jon ngelet po në Shqipëri. Dhe asnjë nuk e harron vendin e vet. Ikim për arsye shumë të mëdha, siç e theksova edhe pak më parë dhe ta ritheksoj. Por kjo nuk tregon se ne largohemi nga Shqipëria, integrohemi, hapim biznese apo ecim dhe shumë më lart, por vendi jon ngelet vendi jon. Puna është çfarë duhet të bëjmë ne si diasporë, si që shqiptarët mos të largohen më nga Shqipëria. Po, e kuptoj, nga vizita ime në Rom këtë herë unë pash se shqiptarët ishin goxha të integruar në politikën italiane. Po në politikën shqiptare ose me politikën shqiptare, si ka marrëdhëniet diaspora? Jo mirë. Jo mirë. Jo mirë. Unë paktën flas për mua personalisht, kur unë jam caktuar si koordinatore nga Albana Vokshi, nuk po them as nderuar as një, po flas shumë thjesht, si një bisedë hapur, siç quhet edhe emisioni jot. Unë mbaj mend kur kam bërë takimin e parë me gratë, vetëm në atë kohë kam parë Albanën këtu edhe se kam pa më në Itali. Diaspora nuk përfaqësohet nga Shqipëria. Shqipëria ne na lën gjithmonë larg. Duke qenë se ne vazhdojmë edhe sot e kësaj dite punojmë për Shqipërinë, për një demokraci të lirë, për një demokraci të vërtet dhe për një demokraci pa interesa personale, është një gabim shumë i madh nga kryesia e PD-s në Shqipëri që nuk na përfaqëson dhe nuk na afron ne si diasporë. Unë më fal se po ndërpresun pash një interes të jashtëzakonshëm, madje sidomos me Italinë, edhe një bum dyndjesh të politikës shqiptare para zgjedhjeve të 11 majit 2025, por tani nuk shikoj asgjë. A tregon kjo se ata vinë vetëm kur kanë interes? Po, është shumë e vërtet, këtu jam dakord me ty, ato na kërkojnë vetëm kur kanë interesat e veta personale, i bëjnë thirrje diasporës, por nuk funksionon kështu. Ne nëse bëjmë, nuk e bëjmë për strukturën në Shqipëri, ne e bëjmë për popullin shqiptar. Por edhe struktura në Shqipëri duhet na afroj pak më shumë. Kur ne i kemi bërë takimin për herë të parë doktor Berishës në Rom, e ka treguar dhe vetë fakti se sa shqiptar janë mbledhur. Po ato shqiptar nuk i mblodhi asnjë, po i mblodhëm ne si diasporë. Kemi punuar ne si diasporë. Atë e tregoj dhe mbyllja e fushatës. Po, është e vërtet, po shpesh herë nga diaspora qahen sikur politika shqiptare nuk i qas, dhe në këtë rast diskutimi është për politikën djathtas, por ata e kanë gjetur një shprehje dhe thonë, po angazhoni, nuk ju ndalon njëri, domethënë që po erdhe, pavarësisht se edhe po erdhe, aty dera do të jetë mbyllur, po ata e kanë atë shprehje që hajdeni, por vetë nuk kërkojnë, vetë nuk angazhohen, vetë nuk vinë të kërkojnë, vetëm në momentin që kanë nevojë për vota, vetëm atëherë erdhën. Tani thonë, hajdeni ju po deshët. Nuk e di tani, i demoralizon kjo emigrantët, kjo mënyrë qasje. Demoralizu shumë dhe ato them edhe një nga faktet që ndodh për çdo shqiptar, për çdo emigrant që është jashtë, që ka bërë me shpenzimet e veta, ka lënë kohën, punën, biletën, kafen, gjitha dhe ka shku në mbështetje të djathtës në Shqipëri. Partia jon
në Shqipëri nuk na ka mbështet në asnjë moment. Na kanë parë dhe na kanë bërë sikur nuk na ka njohur. Kjo që është shumë e gabuar. Ju e pat respektin në parlamentin italian, gjë që nuk funksionon në shtetin tonë, në Shqipëri. U mahnita dhe u ndjeva krenar me atë lloj qasje, me atë lloj pritje, me atë lloj respekti që ne gjetëm aty në parlamentin italian, edhe ata nuk ishin pastrues parlamentit, po ishin senator, ishin deputet, ishin drejtues të lartë politikës italiane. Ishin shumë drejtues të lartë dhe e pe thjeshtësinë që këto deputetët italian kanë për popullin. Se si e trajtojnë ato, me sa edukat, me sa kulturë. Kur ne shkojmë në Shqipëri, ne bëhemi sikur nuk njihemi, ato na bëjnë sikur ne nuk na njohin. Duke qenë se ne po punojmë për ato, për të ardhmen e shqiptarëve, për të mirën e shqiptarëve. Ku janë? Ku është partia jonë? Ku është struktura jonë në Tiranë? Ne si diaspor po punojmë dhe vazhdojmë të punojmë për PD në Shqipëri. Më fal Genci, sepse unë kam dhe një problem me veten time, që unë kur ne vrikosem, dalë edhe çik jashtë kontrollit, sepse të padrejtat nuk i pranoj. Dhe unë shoh shumë të padrejta që struktura jonë në Tiranë i ka bërë diasporës, duke mos na përfaqësuar, duke mos zgjedhur një deputet të përfaqësoj diasporën, të jetë nga diaspora, duke mos i dhënë shanse rinis. Edhe duke qenë në opozitë, ndërkohë që ne në Itali na pritën ministra dhe zëvendës ministra. Ndërsa duke qenë në opozitë, këta duket sikur të mbajnë larg. Po me qanë në qeveri, kam frikë se të shkelin me këmbë. Po shkelin me këmbë. Dëgjoj, me qenë se faktikisht çdo njeri i drejtë dhe çdo njeri që kontribon për diçka, sidomos për atë dheun, me mendje dhe zemër, me krenari, me dignitet, në momentin që është gënjet, patjetër që e thot një fjalë zemër më tepër, në fakt nuk thot një fjalë më tepër, po thot atë çfarë ndjen pa frikë. Po shpesh herë njerëzit duan që ta zbehin fjalën edhe thon, "O, ka dalë nga vetja." Jo, nuk kemi dalë nga vetja, as nuk del asnjëherë nga vetja, po themi të vërtetën edhe themi me forcë se duam të dëgjohemi. Edhe kështu i duam njerëzit, Linda, që ta thonë të vërtetën, se duke fshehur të vërtetën nuk e dim ku jemi. Pra, në këtë rast, duke thënë të vërtetën, më fal, unë si person e mbështes mënyrën edhe emocionin, edhe gjithçka që thoni, pa e qytur se keni dalë nga vetja, thjesht po thoni të vërtetën që duhet thënë. Duke thënë të vërtetën, shumë demokrat të vërtet, shumë demokrat me zemër, që ndodhe edhe aktualisht në Shqipëri, o përjashtohet, o quhet tradhtar. Pse? Sepse ai kërkon një ndryshim, kërkon një të vërtet. E kuptoj, në këtë moment bëjmë një kthes, sepse duhet fillojmë faktikisht aty, pavarësisht se ne kemi të njëjtin mendim, se në qoftë se ne fillojmë flasim sonte për Ramën dhe për qeverinë, atëherë ne kohën e bisedës, se ka plot ngjarje, ka plot ndodhi, plot bëma, plot skandale, ne do fillojmë të flasim për ata, pastaj nuk do kemi kohë për të diskutuar për mënyrën se si ne duhet të sillemi për të rrëzuar Ramën. Kështu që unë jam i mendimit që më shumë do të merremi me veten për të organizuar, sesa për të përsëritur të njëjtat ngjarje, të njëjtat bëma që ka bërë Rama, sepse tashmë ata të gjithë i dinë. Nuk është ora për t'i thënë, por është ora për të vepruar edhe për të rrëzuar. Duhen më pak fjalë dhe më shumë vepra. Ne jemi një grup në Itali, paktën flas për Italinë që përfaqësoj vetë, domethënë me grupin tim të ngushtë, me koordinatorin Bardhok Doda, me Dritan Beqirin, me Berçokun, jemi një grup domethënë. Edhe me falë se po të nërpres, më duhet të nërpres, se duhet i përshëndes përzemërsisht edhe kryetarin zotin Bardhok Doda, edhe zotin Dritan Beqiri, edhe zotin Berti Qoku, edhe kushdo tjetër që ishte aty, pasi tek ata pash dignitet, qëndres, interes për të bërë urë lidhëse e politikës italiane për të ndihmuar Shqipërinë, që aq shumë ne kemi nevojë. I përshëndes nëse na dëgjojnë, nëse jo, dua të më dërgosh ti përshëndetjen e mia të sinqerta nga Londra. Patjetër. Dhe ne vazhdojmë prap
po punojmë si diasporë me çdo shqiptar të diasporës, po vazhdojmë duke punuar, duke janë tarsuar dhe shumë shpejto do kemi dhe një hapje dege të re në Milano. Pra, sado që ato në Shqipëri nuk po na përfillin shumë, ta thënë me fjalë popullore, ne po prapë po vazhdojmë. Pse? Se ne duam ndryshimin e Shqipërisë. Një fakt, kam parë ngjarjet e fundit që ka ndodhur, që më ka nuk e di tani se si thuhet shqip, me ha colpito shumë, më ka prek shumë, janë ngjarje që kanë ndodhur në Rrioll, tek banorët e Rriollit. Po. Ku është opozita jonë? Pse nuk del në mbrojtje të popullit? Po nuk e kanë votuar me sa duket opozitën dhe prandaj ndoshta çfarë do të thotë kjo? Që nuk voton edhe duhet ta lësh popullin me një anë, ta diskriminosh, ta lësh të vuash apo ti dalësh në krah? A është kjo e demokracia që ne kërkojmë? Demokraci e lirë në mbështetje të popullit që mos të varfërohet? A është kjo? Po, në fakt kështu është, po nuk e di se si e shohin ata, ndoshta ata mos dinë ndonjë gjë më shumë se ne, moj Linda. Edhe ne ja fusim kot. Po tani edhe ato mund dinë një gjë, po edhe neve po vëmë dinjitetin ton, fytyrën ton, po vëmë gjithçka për të mirën e Shqipërisë, për popullin shqiptar, se ne mirë e keq kemi ndërtuar jetën tonë, po një të nesme unë edhe mund të kthehem në vendin tim. Po ku do kthehem në vendin tim? Ku nuk ka drejtësi? Ku të vjedhin pronën mes ditës, ku të vrasin mes ditës, ku drejtësia nuk funksionon, kur opozita nuk vepron. Protesta, bëhen java javës, po shumë bukur, por nuk janë këto protesta. Duhen fakte, duhen vepra më të forta, duhet i dalësh në mbrojtje popullit, duhet ta mbështesësh atë popull që po tikën çdo rini për ditë nga Shqipëria. Mendoj se keni të drejtë se duhet bërë kështu, po unë nuk e kuptoj sepse gjërat rrjedhin në këtë formë, pasi njerëzit po ikin, edhe kanë ngelur sa njerëz të moshave të vjetra, edhe në këtë kohë është e nevojshme më shumë se kur thirrja e diasporës në këtë betejë, edhe nuk e kuptoj sepse rrjedh kaq larg diasporës. Po para se të shkojmë tani te pyetja e radhës, duhet që ta themi dhe më shumë duhet krahasojmë çik situatën politike në Shqipëri me Italinë. Në Shqipëri ka shumë skandale me vjedhje, korrupsion, lidhje të faktuara me krimin, por qeveria është ende e fortë. A mund të qeverisë në Itali një forcë politike më shumë skandale? Jo, nuk ekziston. Ishin ngretë të gjithë në protest. Edhe ishte rrëzuar qeveria. Po çfarë kanë që ne nuk sepse për fatin e keq nuk është mirë me thënë, po unë do ta them, unë mendoj që ka bashkëpunime mes njëri tjetrit. Sepse nuk është e mundur që kjo qeveri mos të rrëzohet. Dhe nuk e kuptoj, domethënë ne si diasporë ngrem zërin, po unë dua që të jetë edhe pak edhe më shumë se kaq sa ngrem ne, të veprojnë të gjithë shqiptarët, kudo që të jenë në Shqipëri, në diasporë, të jenë protestat më të forta, më madhështore, kushdo qoftë ai qeveritar të rrëzohet ku nuk është në mbështetje të popullit. Po, shqiptarët e diasporës, meqense Rama i fitoi zgjedhjet, tash diaspora nuk jeton në Shqipëri, po ka lidhet e veta me Shqipërinë, ka informacionet. Çfarë perceptimi ka diaspora në Itali e kudo, sipas dinjes tuaj për qeverinë Rama? Për qeverinë Rama, atë e din dhe një fëmijë vogël, Genci, që as nuk e don më Ramën. Po ai ka kriju kaq shumë terren që ja kemi lënë ne vetë si opozit. Terreni dhe ai ka përfituar. Sepse ne kemi pas luftë me njëri tjetrin dhe nuk e kemi pas me atë që ne kërkojmë të heqim. Po ne si diasporë kemi votuar, i kemi mbledh votat. Ne si diasporë kemi punu aq shumë sa vetë ato në Shqipëri nuk kanë punu, aq sa kemi punuar ne si diasporë. Dhe këtë e tregun dhe votat, pavarësisht se votat u vodhën, u shitën, i din ato në Shqipëri, se ne i kemi ngretë denoncimet. Dhe kjo është një realitet. Na vjen, nuk na vjen mirë, është një realitet i lidhur. Ne duhet i pranojmë gabimet tona. Duhet kishim punu më shumë? Po, duhet kishim punu më shumë.
Po duhet kishte punu edhe Shqipëria më shumë. Edhe jo ti të fajmë i diasporën. Se ti e vetë në diasporë dhe ti e pe dhe vetë pritjen që bëhet në Itali, se sa kemi punuar. Edhe sa ka punu gjithë diaspora. Kurse qa na bëjnë këtë toni, di vetëm dalin bëjnë 2 foto, e dalin aty në karrike, edhe ne kush kjo. 2 foto, apo dalësh aty. Puna është të luftosh korrupsionin, mos jesh bashkëpunus me atë, ti dalësh në mbrojtje popullit tënd. Une, me thanë të drejtën... Të bëjnë, më falë, Genci, të bëjnë ndryshime në strukturën e PD-s në Shqipëri. Të bëjnë ndryshime, t'jepet zëri nis. Po, ata nukët me qenë se justifikohet me faktin, ose është e vërtet, nuk po do të pyesë edhe për këta, se gjëja i voti zgjedhet Rama, pra nuk është faj i opozitës, edhe ata thonë që nuk kemi nevojë ndoshta për ndryshim, se jemi mirë kështu siç jemi. Edhe ajo që desha me thënë në lidhje me këta është që unë nuk më njeh, do të thënë ka një javë që jemi njohur, nuk më njeh në aktivitetin tim, por unë kam qenë kritik pas datës 11 maj dhe tani kanë filluar që të më ulin poshtë, të më denigrojnë më shumë, disa militant, pjesë të Partisë Demokratike ose të opozitës më thonë, hajde si ju pam edhe ju se si votuat në zgjedhje. Tani nga një anë, ata po na thonë ne, që ne nuk votuam Partinë Demokratike, nuk votuam opozitën. Atëherë, por nga ana tjetër, ata qahen se Rama i vodhi votat. Tashti nuk e di, a nuk votuam na, apo i vodhi votat Rama. Ti si mendon? Unë mendoj që edhe janë vjedhur, por edhe janë shitur. Këtë e din vetëm ato që i kanë bërë pisliqet, se ne nuk kemi qenë prezent aty. Kur ishte 11 maj, sepse që është votuar dhe populli ka qenë me opozitën, si Shqipëri, si diaspor, është treguar qartë në mbylljen e fushatës, që kemi qenë prezent gjithë. Një. Diaspora ka votuar, por ato e thash dhe pak më parë, nuk ditën ta mbrojnë votën e diasporës. Ne i kemi denoncuar, ne kemi shkuar tek struktura në Shqipëri, dhe i kemi thënë, ja kemi numru me pika, ja kemi tregu me fakte, kanë thënë, rini qetë se nuk do vidhe as edhe një vot. Atëherë kush kum të denoncimet tona? Pse nuk u morën masa për denoncimet tona? Pse nuk u fol asnjëherë për këto denoncime që diaspora bëri? Pse të i vetë baltë mbi diasporën? Pse të ule digniteti apo figura, për shembull e jotja ime, apo kujdo që ka punu për opozitën? Apo të quhet tradhtar? Është e vërtet se ne, me thënë të drejtën, jemi me mishë, me shpirt, me zemër, edhe duke sakrifikuar në të gjitha drejtimet, si në kohë, si në ekonomi, si në përplasje që kemi pas me kundërshtarët, duke qenë ndonjëherë ndoshta edhe në rrezik, duke u munduar ta mbrojmë votën e kësaj partie, sot të na quajnë sikur ne jemi dështimi i opozitës, ne jemi shkaku i humbjes. Jo, ne nuk kemi dështimi i opozitës, ne kemi tregu me fakte dhe vazhdojmë të punojmë, të punojmë, po punojmë për një demokraci të vërtet, si po ta ritheksoj, për një demokraci pa hile, jo për të mbrojtur kolltukun. Po për t'i dalë në mbështetje atit popullit të pafajshëm, që vritet dita ditës, që nuk ka mbështetje nga asnjë palë, si nga opozita, si nga ai që ne kërkojmë të gjithë ta heqin. Të ngrem zërin për spitale, të ngrem zërin për ushqime, të ngrem zërin për gjithçka aty në Shqipëri. Genci. Po, unë e kuptoj. Si e mendon ti, Genci, të bëj dhe unë një pyetje? Po, si mendon ti faktin e fundit se mua më ka vrarë shumë, sepse dhe unë kam prona në Shqipëri dhe ti ke prona, se cili nga ne ka prona, të vi dikush, të të marri pronën. Ti çfarë pret nga qeveria? Çfarë pret nga opozita? Unë besoj se pronat në përgjithësi i marrin ata që në Shqipëri quhen oligark, që janë të lidhur edhe me pushtetin, por ndoshta edhe opozita ka pjesë aty, edhe pastaj asnjëra palë nuk është në gjendje të bëjë detyrën që ka. Qeveria në mbrojtje të ligjit të mbrojë qytetarin, ndërsa opozita nuk ka shumë, po ndoshta ka fjalën, ka prezencën aty, edhe ata janë një çik të zbeth, sepse ndoshta dhe ata e kanë hangër në një lugë nga ajo çorb që kanë gatu oligarkët, edhe prandaj nuk ndjen më të pavarur, nuk ndjen më të lirë për të folur,
sepse ai ndoshta i ka në dorë. Duket sikur në Shqipëri në të dyant e politikës njerëzit janë marrë peng nga oligarkia edhe flasin vetëm kur duan të vendin një gjobë, por nuk flasin kur është për të folur. Atëherë denoncimet apo ngredhjen e zërit për çdo popull shqiptar, për çdo individ shqiptar, për çdo person i kam bërë unë i kam bërë shumë shpesh në rrjetet e mia sociale, i ka bërë koordinatori, mund t'i kesh bërë ti, mund t'i ketë bërë çdo shqiptar. Pra ne si popull po e mbështesim njëri tjetrin, po nga ato që pretendojnë ne të na mbrojnë, nuk po na mbrojnë. Unë me sa kam kuptuar, tu është gabimi i opozitës. Unë me sa kam kuptuar këta Linda se ne si diaspor i kemi detyrat edhe veprimtarinë të kufizuar. Pra çfarë do të bëjmë ne? Në radhë të parë ne duhet të votojmë, në radhë të parë ne nuk duhet të flasim, nuk duhet të hapim syt, nuk duhet të shihohim asgjë, e vetmja gjë që mund të bëjmë është që të shajmë Ramën, domethënë që të kërkojmë kaq, domethënë jo që ta shajmë Ramën, ne e shajmë gjithë ditën. Problemi është që Rama nuk ik duke e sharë. Pra ata nuk kemi fjalë, ata nuk kërkojnë që ne të kemi përfaqësim, ata nuk kërkojnë që ne të japim një mendim, sepse ndoshta dalim i çik nga agjenda atyre që unë akoma se kam kuptuar çfarë agjende kanë ata. Nuk e di, ndoshta nuk jam inteligjent, ndoshta nuk e di, nuk e kuptoj fare se ku duan të dalin, por ata në momentin që ne flasim, ata duket sikur zemërohen me ne, ndoshta nuk duan që ne të zemërohen, të lejnë edhe të largojnë, të ulin, të poshtërojnë emrin, të bëjnë tradhtar, sa e kam përsërit shumë herë këtë fjalë, sepse kjo është, mua fjalën nuk më ndalon njëri, njërin e fjalës time nuk e ndalon njëri, kushdo qoftë ai, unë do them të vërtetën time ashtu siç di Linda ta thot vërtetën e vet, pa mbajt anë fare. Unë nuk bëj atë që thot opozita, unë bëj atë që është e mirë për popullin shqiptar. Opozita duhet ta mbështesi më shumë popullin shqiptar, se ne për ato po luftojmë, për ato opozit po luftojmë, për t'i dalë në mbrojtje popullit shqiptar të drejtave të shqiptarëve. Nuk po luftojmë për opozitën për të mbrojtë karriget ato, që kanë në vite që rrinë ato karrige aty. T'ja lërojmë vendin të rive, se ndoshta kanë më inteligjent e më zgjuarësi se neve dhe dinë më shumë se neve. Është për të përshëndetur në fakt, sipas mendimit tim, po shumë njerëz nuk e vlerësojnë kështu, që shumë si ju sonte, po edhe të tjerë demokratë që dëgjojnë nuk po përfshi vetëm, jemi kritik, themi fjalën tonë, por kemi dhe dignitetin dhe kemi qëndruar stoik, nuk kemi bler, as nuk kemi shitur, nuk kemi shkuar as në një partiçk të vogël, po nuk kemi bler as nga partia në pushtet. Kjo faktikisht është një vlerë që nëse njerëzit e njohin do ta marrin në konsiderat, por kam përshtypjen se politika shqiptare është bastarduar në një formë të tillë që ata nuk respektojnë asnjë vlerë as dhe si djathtas. Nëse ti je dikushi, nëse ti je vetvetja, ata nuk të duan të tillë, duan që të kenë si me telekomand, edhe ti të bësh sipas telekomandës së atyre. Po a ka besim diaspora sot që kjo opozit mund ta rrëzojë Ramën? Po të jemi të gjithë të bashkuar si diaspor dhe mos të përçahemi dhe mos të dëgjojmë fjalët e tjerëve, po të jemi shumë të bashkuar, ne jemi ndryshimi. Diaspora bën ndryshimin në Shqipëri. Është vetëm diaspora ajo që mund të bëjë ndryshimin në Shqipëri. E them, e ritheksoj dhe edhe pika. A mendon, ose a ke ndonjë ide pse se lufta brenda llojit, sidomos në krahun opozitar ose në krahun e djathtë në përgjithësi, është i çik e ashpër. Ajo që thotë edhe ju, kontradita, përplasje mes njerëzve brenda asaj familje. A mos keni ndonjë ide se pse vinë të përplasje? Unë në fakt e kam një ide, unë mendoj se përplasjet vinë kur bëhen qoka. Do me thënë që ne punojmë, ne sakrifikojmë, edhe në fund meritat i marrin njerëzit e tjerë. Kjo pastaj patjetër. Marrin ato që nuk punojnë, që rrinë gjithë ditën, që bëjnë 2 foto që e thash dhe pak më parë. Ndryshimin e bën diaspora, siç e thash, por në krye me doktor Berishën. Është Berisha ai që duhet bëjë ndryshimet brenda strukturës. Edhe unë mendoj që ndryshimet, madje opozita është e vonuar, por nëse ato janë punët e tyre, tani unë
e kam thënë disa herë, po ata thonë kanë arritur të më quajnë edhe pseudo-demokrat, kështu që jam i detyruar të rri pak i tërhequr në veprimtarinë time se unë them një të vërtetë që mendoj që duhet thënë, pasi mungesa e thënies së vërtetës besoj që nuk sjell zhvillim, po na lën peng, edhe duket sikur po mashtrojmë veten. Duhet thënë e vërteta, edhe në bazë të vërtetës duhet bëjmë edhe një analizë, edhe në bazë të analizës duhet veprojmë. Duhet reformohemi. Pse nuk u bë një analizë për atë që ndodhi me votat? Po nuk u bë pra sepse këta që janë nuk duhen, se analiza e nxjerr bllok. Ndoshta në bazë të analizës disa edhe duhet largohen, po ata nuk duhet largohen. Edhe mu me duket që janë një grup solid që nuk duhen të përzihen njerëz tjetër rreth vete sepse prish ndaj zinxhiri i atij grupi, edhe pastaj shpërbahen edhe interesat e tyre dalin jashtë kontrollit. Nëse Linda, meqense ne nuk kemi biseduar përpara hera parë që bisedojmë edhe siç e thash, çik në kohë. Në kohën e fushatës u bën ca primare, pak rëndësika janë bën bajate, tani nuk po e përmendim më, po tjetër punë duhet dal. Po, dakord, jam dakord me atë, po nuk po se duket sikur po kthehemi shumë mrapa në kohë. U krijon edhe u bën edhe ca lista të mbyllura, për shembull, u bën ca lista të mbyllura. Edhe këto listat u bën, duket jo si mas meritave, po si mas oreksit të kupolës, nuk e di unë se si, po kështu kam një ide. Ndërsa nga ana tjetër, diasporës nuk ju dhanë kuota, i thonë po deshët, hajde një kandidoni ju. Domethënë po nuk ju dha asnjë kuot, për shembull, shtetet kryesore, Itali, Angli, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Greqi, Belgjik, që kanë shumë emigrantë, ndoshta edhe Gjermania, të paktën besoj që duhet ta kishin nga një kandidaturë për deputet, madje në listat e mbyllura, ishte mënyra për të tërhequr edhe votën e diasporës, po për të tërhequr edhe angazhimin e diasporës, se Shqipëria anadollake ka nevojë për kulturë perëndimore, edhe sidomos në politikë. Edhe atë besoj që e sjell diaspora. A mendon se u gabu që nuk ju dhanë kuota fare diasporës në zgjedhjet e 11 majit? Ishte një gabim shumë i madh që u bë. Listat e mbyllura ishin për të mbrojtur karriket e tyre, për mos përfaqësimi i diasporës dhe mosvënia e një përfaqësuesi deputet i diasporës për Shqipërinë, ishte një gabim shumë i madh. Gabimi doktor Berishës, listat e mbyllura që u bën, nuk u bën kot. Ishin gjatë të përcaktuara. Dhe kjo ishte gabimi i parë dhe fatal që bëri dhe ndryshimin, që dhe shumë demokrat u demonstruan, dhe shumë demokrat, dhe me këtë e dim ti, e di unë, e dim të gjithë, me çdo shqiptar që takojmë në diasporë, se çfarë na ka thënë. Dhe ne prap vazhdojmë dhe i mbushim mendjen që jo, ishte një gabim, edhe duke justifikuar gabimet e atyre që nuk u deshin bërë. Mos përfaqësimi i diasporës ishte një gabim shumë i madh që u bën ndaj diasporës. Unë në fakt më bën përshtypje një gjë, Linda, sepse unë i kam ndjek gjithmonë ngjarjet politike në Shqipëri, sepse patjetër që kemi interes për Shqipërinë, dhe unë jam një tip që i ndjek, me thënë drejtën, kurrë nuk kam qenë jashtë interesit apo jashtë angazhimeve. Jam munduar të jap kontributin tim aq sa më takon, aq sa duhet, edhe aq sa mundem, aq kapacitet kam unë. Në kohën kur të rithemelimit të Partisë Demokratike, kur Sali Berisha është akoma non grata sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Angli, për fat keq nuk i është hequr non grata, më kujtohet që nuk vinte kush ta shikonte fare, ishte totalisht izoluar nga politika ndërkombëtare. Ndërsa koordinatori demokratike në Itali, zoti Barlogdoda, që unë e takova për herë të parë, kam takuar këtë radhë kur isha ashtu siç takova dhe ju, edhe kisha parë që zoti Barlogdoda arriti të sillte në Shqipëri, në zyrat e Partisë Demokratike, zyra pas zyra, se Sali Berisha s'kishte as zyrë, se kishin nxjerrë jashtë, ku ta di unë, ishte rrëmuje madhe, deputet të parlamentit italian, që ishte luks për atë kohë. Domethënë ishte luks. Edhe me sa kam pa unë, duke qenë në diasporë, besoj që organizimin më të mirë në diasporë, për sa i përket anës politike, e ka pas diaspora shqiptare në Itali.
edhe kisha menduar me thënë në distancë, unë nuk e njoh Bardhokun, ndoshta ata njohin më mirë dhe kanë pas arsye për ta njohur. Nuk e di kush është Bardhoku, unë vetëm kam pasur veprimet e Bardhokut, edhe kisha menduar me thënë se Bardhoku jo për interes Bardhokut, po për interes të Partisë Demokratike, duke pas parasysh se Bardhoku ka lidhje të fuqishme me Forca Italiane për shërbyer si komunikimi dhe lidhje me politikën e gjatë italiane, kisha menduar se Bardhokun të paktën do ta fusin në listë Partia Demokratike, në listë mbyllur, se në listë hapur është çike vështirë, se kur je emigrant, ndoshta njerëzit edhe nuk e njohin, edhe me thënë drejtën aty ka qenë zhgënjimi i parë i madh i imi për mos përfshirjen e Bardhokut në listat e Partisë Demokratike, në listat e mbyllura për votim. A meriton të Bardhoku sipas jush që të ishte në ato lista, që ju njihni më mirë? Po, patjetër që meritonte. Bardhoku ka punuar dhe vazhdon të çojë deputet në Shqipëri, duke i dalë gjithmonë në mbështetje doktor Berishës. Ishte gabim që nuk u vë në listat e mbyllura, pavarësisht se ai vetë kurrë nuk e ka kërkuar, por unë dhe një grup jonë e kemi kërkuar, me thënë vërtetën, ja kemi kërkuar, jo doktor Berishës, po ja kemi kërkuar Flamur Nokës. Dhe Flamur tani do ta dëgjoj dhe Bardhi, besoj se s'duke na ndjekur dhe do ta dëgjoj dhe këtë histori. Ja kemi kërkuar çeftas Bardhit këtë, dhe Flamur Noka tha po, ai mund të futet në lista hapur, dhe tha dhe një dy gjëra që nuk është bukur se dëmton strukturën e PD-s në Shqipëri, tha dhe një dy gjëra shumë tulta faktikisht. Nuk mund bësh pazar ti për këto gjërat. Besoj se më kupton qartë për atë që flas. Po. Ja, pra këto janë, shiko, Linda, në radio të kam thirrun ty, nuk më ke kërkuar ti. Pra radio është e hapur që edhe dikush të kërkoje, po thirrune. Unë kam një agjendë promovimi të diasporës, të zënave shqiptare, edhe kam një agjendë personale që mund dua edhe si radio, edhe si moderator të më rrisi autoritetin. Edhe si më rritet autoriteti mu, duke marrë njerëz të dobishëm, njerëz që kanë një fjalë për të thënë. Pra, nuk është të thënë që Bardhok duhet të kërkohet që më futni në listë. Nëse të duket një person i devotshëm, një person i dur, një person që bën diçka ose ka bën diçka, atëherë ti do ta këthrasish vetë, nuk ka nevojë që të vinë ai edhe të kërkojë, sepse ne nuk jemi për lëmosh. Jo, Bardhok Doda nuk e ka kërkuar kur, madje kur e kam bërë unë dhe Dritan Beqiri, këtë hap e kemi bërë pa i treguar gjë koordinatorit, Flamuri ka dhënë atë përgjigje që ta thash pak më parë. E kuptoj. Prandaj jemi edhe këtu ku jemi, që kemi humbur matonin. Dhe prap ne, më fal një mirë Argenci se të ndëpres, dhe prap ne vazhdojmë dhe punojmë për opozitën. Dhe prap ne kemi një takim në Milano gjithmonë për opozitën, duke organizuar një takim me demokratët, po me demokratë vërtet, me mbështetës të Partisë Demokratike. Pra ju tregon qartë që ju nuk e keni luftën me Partinë Demokratike dhe me opozitën, po e keni luftën për ta ngritur Partinë Demokratike nga aty ku është. Pra jeni një mbështetje e madhe opozitës në Shqipëri, po prapë ata shohin ndoshta si luftë të brendshme. Ne jemi për doktor Berishën, nuk kemi për ato që janë afër doktor Berishës. Shumë e thjeshtë. Dhe më bën përshtypje me qenë si jeni edhe domethënë koordinatore e grave po e gruas në Itali, po kthehem me këtë rast në Shqipëri. Për shembull, un kam bërë ca kritika të vazhdueshme edhe për këta. Nuk jam penalizuar sepse nuk kam kërkuar ndonjë gjë, po ndoshta jam pasi si më thënë si diçka jo pozitive, si Deli Azez, po themi në grupin e demokratëve. Shikohemi të gjithë si Deli Azez sepse shikoj për shembull që nga rithemelimi e këtej Albana Vokshi është kryetare e forumit të gruas të Partisë Demokratike Shqipërisë, edhe nuk e kam pa asnjëherë as të bëhen zgjedhje, as të bëhen një takim, as të bëhen një protestë. Unë e bëjnë protesta, ne nuk po themi ne që të bëhen protesta të dhunshme. Po gratë kanë mënyrën e vet të protestës, është një protestë e butë, një protestë me kulturë, një protestë që mund të ngjalli edhe emocion, mund të ngjalli edhe përkrahje, mund të ngjalli edhe fillimin e një revolucioni, po unë nuk e di, nuk e kam pa fare. E njëjta gjë për forumin rinor, se gruaja
gruaja është një armë e fuqishme në një botë demokratike. Po edhe forumi rinor, kur rinia do të jetë shumë e fuqishme, do të jetë motori, edhe forumi rinor e kam parë inaktiv. Në kohë ku kryetari i forumit është në parlament. Nuk të lënë hapësirë. Kur ti afrohesh, këto të largojnë. Kur ti bën diçka për të mirë, këto të largojnë se kanë frikë se i ze postin. Ne nuk kërkojmë post. Ne kërkojmë vetëm më të mirën për shqiptarët. Ne nuk kërkojmë asgjë, nuk duam post. Por rini si takon të ketë post, sepse rinia është ardhmja jon. Ato do ta udhëheqin Shqipërinë. Nuk do ta tërheqim neve, nuk do ta udhëheqim neve. Nuk e di jam këton Genci. E kuptoj sepse po flet qartë, por ata kujtojnë, ata mendojnë se ne kemi të njëjtën mendësi, domethënë interesat personale, në fakt kur ne kemi primare interesin kombëtar, ndërsa ata kanë interesin personal. Ne nuk kemi interesa personale se neve çdo gjë e kemi bërë me forcat tona, me shpenzimet tona, me kohën tonë, duke lënë punën tonë, familjen tonë me një anë, duke rënë nga ekonomia, duke çu shpenzimet sa në një qytet, sepse karburantin, lëvizjet nuk janë gratis. Apo jo? Ka një kosto. Ka një kosto. Ne gjithçka e kemi bërë për popullin shqiptar. Nuk e kemi bërë për interesat tona personale. Po e kemi bërë për të mirën e kombit shqiptar. Po ata mendojnë. Diaspora e thash është ndryshimi i Shqipërisë dhe këtë dhe ne si diasporë jemi me doktor Berishën, por nuk jemi me ato që e rrethojnë atë. Po mirë tani, a mos ka një përgjithësi dhe doktor Berisha për atë gardin që ka zgjedhur rreth vetes, asi nuk ka shku me dhunë atë, besoj që janë të gjithë me mendimin e doktor Berishës. Edhe kjo qëndron, patjetër që qëndron, ne kemi shku si grup që jemi taku personalisht me doktor Berishën, ku ja kemi lënë dhe në mënyrë zyrtare dhe personale, disa shkresa, kur ja kemi thënë dhe fizikisht dhe në mënyrë zyrtare, por deri tani nuk kemi pa asnjë ndryshim. Asnjë veprim. Ndryshim nuk kemi parë. Normal që të demoralizon kjo gjë, por ne duam prap kaq shumë sa nuk e hiqim dot. Doktor Berishën. E kuptoj. Unë edhe një diçka tjetër, për shembull diaspora, unë për mendimin tim u injorue nga Partia Demokratike, ndoshta jam i gabuar dhe do doja të isha i gabuar, edhe shumë demokrat qendrështar, demokrat të ndershëm, demokrat qendrështar, që nuk kanë luajtur kurrë majtas së djathtas, nuk u sirrën në betejë në periudhën e zgjedhjeve, po thanë po deshët marrë hajdeni, në një kohë kur pam një parti demokratike që ban alianca me Ilir Metën, ban alianca me Shpëtimi Drizin, imagjinoje Linda, ajo Mesila Dona është deputete e dalë nga votat e Partisë Demokratike dhe sot nuk shihet as gjekundi, as në protestë, as kur gjë. Domethënë, kaq nivel i ulët organizimi, kaq nivel i ulët parashikimi, kaq nivel i ulët për të bërë negociata dhe për të zgjedhur njerëzit e duhur për në parlament nga ana e Partisë Demokratike, saqë njerëzit jo njerëzit e drejtë, sepse atyre intereson interesi vet dhe nuk i intereson ajo që unë e thash pak më parë. Pra, kjo është gabimi sigurisht kryesor vjen nga doktor Berisha, pavarësisht se ne duam shumë dhe do vazhdojmë të luftojmë për atë, por me keqardhje e them që ai mund t'i di shumë mirë këto gjërat, por duhet veproj. Ne kërkojmë veprime, kërkojmë fakte, nuk duam më fjalë. Jemi lodhur duke dëgjuar të njëjtin refren. Duam fakte tani. Kërkojmë fakte, siç bëjmë ne si diaspor fakte, kërkojmë fakte dhe nga Shqipëria. Po këto protestat që mohon çdo ditë. Qoftë se duhet të rrëzojmë qeverinë Rama, ne kërkojmë më shumë bashkëpunim dhe më shumë forcë dhe më shumë të drejta. E kuptoj, po për të ndodhur këtë gjëra duhet jemi serioz dhe unë mendoj se për sa kohë që Sali Berisha, Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozitës, si lider i opozitës, kërkon alianca dhe bashkime me këdo, duke filluar edhe me njerëz që veti ka denigruar, veti ka ofenduar, veti ka qyrë si Patrica Ramës, se kërkon të bashkëpunoje për hir të fitores, supozohet, unë besoj se nuk është për hir të fitores, por diaspora një armë e fuqishme, edhe të gjithë thonë që më shumë kanë emigruar
diaspora e djathtë, se sa këta tjerë, unë nuk shikoj asnjë ftesë. Madje edhe në këto protestat e fundit që po bëhen çdo 10 ditë për shembull, asnjë thirrje diasporës, asnjë thirrje zero fare. Dalin ca se s'po ja përmend emra, se ja u kompromen shumë herë kur i kanë personale gjatë, nuk i kanë personale me ca fletush përduar në 2 ditë para protestës edhe mendojnë se këto do të bëjnë namin edhe në fund nuk kanë bërë asgjë. Unë besoj se njerëzit nuk bëhet nami me fikse zjarr. Ja. Unë mendoj se së pari duhet kryhet një frymë fituese, edhe një frymë fituese fitohet duke thirrur njerëzit që e duan fitoren nga të katër anët e globit që në vendat e tyre rrjedh gjak shqiptari, edhe jo nga njerëz që bëjnë pazare. Sa për një dhe një pazar tjetër që mendoj se është pazar i turpshëm, doktori Ilir Ali Mehmeti në Tiranë ka 18.000 vota edhe është jashtë parlamentit, ndërsa LRI-ja, partia Ilir Mesës, i nga ngrua emrat disa herë dhe nuk e di se LRI-im duke që e ka tani, me 5.000 votës ka 2 deputet. Kështu që mendoj që këto janë pazare që i kanë presh punë opozitës dhe Partisë Demokratike, po na kanë presh punë edhe ne sepse nuk po shohim vendin tonë që të heci përpara edhe të zhvillohet. Po këto foltore, ai ndjek këto që bëhen për çdo të hane. Çdo të hane ka një foltore para parlamentit. Por nuk i ndjek me më shumë. Po, a mendon se po japin rezultata apo janë thjesht Ja, rezultat doktor Berisha duhet të kërkoj demokratët e vërtet dhe jo partickat. Atë them edhe unë se pak kam pa, me thënë drejtën, pak njerëz kam pa që të marrin pjesë aty në foltorët edhe më shumë po i lodhin njerëzit. Pastaj edhe orari, ditën e diel njerëzit janë pushim, protesta në orën 6. Aty protesta në orën 6 linda pse? Ai që vjen nga Saranda, ai që vjen nga Gjirokastra, ai që vjen nga Malësia Madhe, ai që vjen nga Tropoja, ata do të kthehet të shtëpia. Se nuk u ban 12 që t'ju japi para që protestat janë për mbrojtje të vetvetes, për të mbrojtur kupolën, ata afër Berishës. Është vërtet. Pra, ju jeni e mendimit se Partia Demokratike duhet ndryshojë njerëzit sepse më shumë po drejtohet nga humsit edhe kjo shifet edhe rezultati. Pra duhet mban ca zgjedhje sepse aty dakord. Duhet ndryshim. Po, duhet ndryshim. Duhet ndryshim. Dhe është kjo që kërkojnë të gjithë demokratët. Të gjithë demokratët e vërtet, të gjithë demokratët që kanë luftuar për demokracinë, e gjithë diaspora, çdo qytetar që jeton në emigrim, këtë kërkon. Ndryshimin e Partisë Demokratike, ndryshimin e kupolës. Kjo, po nuk e bën, ne do jemi duke dalë aty, duke thënë të njëjtat barcaleta, të njëjtat vjersha që janë që i dim përmendësh. Jo, duhet ndryshimi, duhet zej fuqishëm, duhet bashkëpunim, nuk duhen manipulime dhe gënjeshtra, duhet jesh real kur del flet para të gjithë demokratëve që kanë ardhur aty për të respektuar dhe për të mbështetur, duhet i krijosh besimin, të flasësh me zemër, të vesh humanizmin, dhe jo të mendosh të bësh pazare politike, dhe jo të mendosh të ruash vendin, pozicionin që ke. Jo, në qovë se ti e do popullin shqiptar, je adetar, e do gjakontat, bëj ndryshimin për të mirën e popullit. Se po ikën rinia për ditën nga Shqipëria. Mos me fol për spitalet, ushqimet, gjithçka, prona, gjithçka. Që ke frikë të kthesh në vendin tënd. Ata me ta duket jetojnë mirë për vete dhe ndoshta nuk e dinë shumë mirë hallin e njerëzve. Po normal, se nuk mund të jetojë një njeri me 200.000 lekë, 100.000 lekë të vjen faturat dritave, sepse ato për vetë me vetë ka një rrog bazë që mund të jetë 5.000-6.000 euro të vjetra, plus që kanë ato bizneset e veta, dhe krahasojnë veten me një person që jeton me 200.000 lekë rrog të vjetra. Besoj se u kuptuam. Po, ashtë... Prandaj nuk e ngrenë zërin ato. Jo, ashtë e qartë. Edhe diçka që duhet theksue Linda, si pas me besoj që duhet ta theksojmë ne, unë e ti, edhe njerëzit e ne që flasim, që ne kur e kritikojmë Partinë Demokratike, ose kur kërkojmë ndryshimin, nuk kërkojmë ndryshimin për të hap vend për ne. Ne kërkojmë ndryshimin sepse nga e ndryshim qëllimin ne kemi për të rrëzu Ramën. Ne na thoni një me Ramën. Po patjetër, duke filluar nga gjërat bazë, bëhet ndryshimi, duke filluar nga baza, bëhet ndryshimi.
Po pra, duke po, filluar nga arsye dini tash për të forcuar me rrëzu Ramën. Ndërsa ato thënë ne se na akuzojnë ne sikur jemi kthyr me Ramën. Jo, jo, ne Po jo, duam më të jo, ne arrijmë. nuk duam Ram, ne për këtë po e ngrem zëri, për të rrëzuar qeverinë Ramën. Po pra, që ta Për kuptojnë edhe patreta që i njerëzit. bëhen populli shqiptar, ne për këtë se në jetën tonë e kemi ndërtu. Ne jemi në emigrim, jemi shumë mirë. Këtu ku jemi, ne e kemi për ato shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, apo për të ardhmen kur të plakemi e të kthehemi vetë, apo në the thash. Ne për këtë e kërkojmë ndryshimin, ne nuk kemi kundër Berishës, ne jemi, por jemi me ndryshimin e partisë për të heqë njerëzit të paaft dhe të vënë njerëz intelektual dhe të aft që din të drejtojnë PD, që t'i japin zërin nis, që të bëjnë ndryshimin e Shqipërisë dhe të rrëzojnë më kryesorin qeverinë Rama. Kaq, është shumë e thjeshtë. Po pra, se ne faktikisht ne Po kemi si rrëzon qeverinë Rama ti? Si rrëzon? me të njëjtit njerëz, me të njëjtit, domethënë, shiko tani, këta që do të rrëzojnë ndërkombëtar të rrëzojnë Ramën sepse shkon Albana Vokshi, ban 2 fotografi atje, edhe as i gjama tepër, edhe mendon që ajo po ban punë. Shkon Klevis Balliu, bile një herë isha në një protestë në Tiranë, kisha shku se unë rri në Tiranë kur shkoj në Shqipëri, se kam nënën në Tiranë, edhe shkoj në një protestë, edhe e bezdisa Klevisin, tha, po më ngushton, tha, shtyr pak mrapa, se këtë halën se mos i znon të pamin që do dil daj në ekranin televizor. Pra, me njerëz të tillë që vetëm bajnë fotografi dhe video për të dukur, po asnjë lloj pune, mendojnë se fatja nuk e di, bile këtë radhë dolën edhe me ca flamuj gjerman se mendojnë se Gjermania do të vjen ta rrëzojë Ramën sepse opozita ban protestë me flamuj gjerman. Unë besoj se mbështetja më e madhe nga politika jashtme, nga jashtë Shqipërisë do t'i vijë, i ka ardhur dhe do t'i vijë në Shqipërisë nga e djatha italiane, por që ne, se dëgjoj tani, e djatha italiane, disa thonë që e krahasojnë me një marrëveshje Rama Meloni edhe kanë filluar tashti edhe këto ta urrejnë shqiptarët e djathtë italiane. Jo, është Forca Italia, partia Simote e Partisë Demokratike që kanë ndihmuar vazhdimisht, edhe nuk e di në qoftë se ndonjëherë unë e takova e falenderova demokrati dhe e kanë mbështet çdo shqiptar këtu në Itali. Edhe me këtë rast, me qenë se ju takoj shpesh, në qoftë se do të takojni së shpejti Erika Mazetin, dua ta ma falenderojsh me bashkë fala, e falendrova aty, sepse është një kontribuese e jashtëzakonshme, edhe mbështetëse e madhe e Partisë Demokratike, edhe opozitës shqiptare. Po, edhe kjo fal kontributit tuaj, sa jo rastisht. Dhe falë bashkëpunimit dhe respektit që koordinatori bën. Koordinatori edhe gjithse dhe koordinatori pas ju rreth vetes nuk ka që me bën, një person i vetëm. Po, patjetër, jemi një grup shumë i madh në Itali, në çdo qytet Italis, punojmë, kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë. Dhe përshëndes të gjithë shqiptarët që ndodhen në Itali, gjithë turat e ngretura në Itali, të gjithë demokratët i përshëndes me zemër se edhe ne pa ato nuk kemi asgjë. E pash dhe mes jush të them të drejtën unë ndjeva jashtëzakonisht mirë, por edhe krenar, edhe nuk e di se si të them, se si të shprehem, se nuk po gjej fjalë, por nuk e kisha pritur, domethënë, jo se zotëm prit shit ju mu, por nuk kisha pritur një marrëdhënie të tillë mes jush, vetë shqiptarëve, por edhe mes jush shqiptarëve, edhe atyre ministra, zëvendësministra, senator, deputet italian. Ne jemi shqiptar me zemër të madhe, jemi shqiptar human dhe kemi një zemër të bardhë dhe nuk shohim interesa personale dhe trajtojmë çdo njeri si me qenë familjari jon, si me qenë vllai, motra jon. Nuk mbajmë që unë jam koordinatorja dhe ti nuk je askushi. Ne jemi të gjithë të barabartë dhe për këtë na ecën puna dhe fjala. Sepse ne nuk kërkojmë dhe nuk pretendojmë që t'jemi dikushi, ne kërkojmë vetëm më të mirën për popullin shqiptar. Ajo me bën një përshtypje Linda, sepse mes jush nuk pash xhelozira fare. Do thoshti po, s'pate si mi pati për një ditë që jo, xhelozira të bjen në sy. Domethënë të gjithë respektoshit njëri tjetrin pavarësisht pozicionit. Domethënë jo dikush që ti vjen natë se Linda është koordinatore, apo Bardhoku është koordinator, apo X apo Y. Të gjithë të thjesht, të gjithë të dashur, të gjithë bashkëpunues, edhe as pak smir, as pak xhelozi. Kështu duhet të jetë politika,
sidomos në Shqipëri tani që e kemi nevojë bashkimin. Bashkimi bëhet duke qenë i thjesht, duke qenë i sinqert, edhe duke pranuar gjithsekush rolin e vet. Dikush zgjidhet për qenë koordinatori, pjesa tjetër janë ato shtyllat ndihmëse, pjesa tjetër janë ato përkrasit, se edhe ju me Bardokun, me X-in, me Y-in, me Bertin, me Dritanin, nëse shkoni 4 vet, mos kujtoni se japin shumë rëndësi, po ato kanë parë një farë lidhje, një farë organizimi të vetë diasporës, edhe për interesat e tyre kuptohet që logjika është interesin politik, ju kanë marrë afër edhe kanë bashkëpunuar me ju, se po të ishi edhe ju të përçar, kush ju shef në sy? Jo, njeriu në jetë duhet të jetë shumë i thjeshtë. Unë në pas e gjeta thjeshtësinë. Që të ketë, se të jetë i pasur, se të jetë i varfër, duhet të ketë në radhë parë thjeshtësinë dhe humanizmin brenda vetes, dhe të niset me qëllime të drejta dhe jo për interesa personale. Duke qenë vetëm vetvetja dhe real me njerëzit, ti ecën përpara. Normale që rruga ka dhe kthesa, dihet patjetër, po duhet qëndrosh gjithmonë real dhe me këmbë në tokë. Se ti po fillove, ty për vetë janë qef, po bërës, edhe ne nuk jemi askush i pa mbështetjen e demokratëve që janë në diasporë. Ne i falenderojmë shumë të gjithë çdo demokrat që na ka ndjek, na ka respektu, na ka ardhur, që më shumë na kanë respektu demokratët në Itali se sa struktura jonë në Shqipëri. Është e vërtetë dhe me thënë të drejtën, me qenë se ra ky muhabet edhe tha që keni edhe një takim tjetër në Milano, në Milano nuk kam qenë atje, publikisht po ta them, inshallah s'ponani dy gjëra të tjera, puno, e ma vidh një ftesë për mua. Patjetër ftesën e ke tapur publikisht tani. Lidhe një ftesë, e ma dërgo, se unë me thënë drejtën, mezi po pres për t'ju pa prap, ose ju pres edhe në Londër. Po, do vim edhe në Londër, pse jo, do vim ne edhe në Londër. Kemi kriju bashkëpunime dhe në Gjermani faktikisht dhe në Francë, edhe në Greqi, domethënë jemi munduar gjithmonë që t'i bashkojmë shqiptarët kudo që janë, edhe në shtete tjera, jo vetëm në Itali, sepse ritheksoj, ne të gjithë bashkë si diasporë mund të arrëzojmë qeverinë Rama, vetëm po të jemi të bashkuar dhe pa interesa personale, duke dalë në mbrojtje popullit, ne arrëzojmë qeverinë Rama. Po në qoftë se, po një hipotezë, në qoftë se partitë politike në Shqipëri në përgjithësi distancohen, nuk po themi se Edi Rama po punojnë jashtë me diasporën, po pjesa e djathtë, pjesa opozitare nuk po punojnë në fare. Edhe në qoftë se ata vazhdojnë të rrinë të heshtur, vazhdojnë të mos interesohen, vazhdojnë të jenë të kënaqur me të qenit opozitar, a mendon se ndoshta diaspora mund të organizohet edhe vetë si diasporë, domethënë të krijojë një formacion politik i pavarur nga partitë politike në Shqipëri, edhe të shkojë. Qëllimi jo nuk është ajo, por jo, unë e di se deri tani atë tha që ne nuk kemi qëllim ndarje, ne kritikojmë, por prap punojmë. Punojmë që gjanat ecin mirë, po ndoshta në qoftë se do të injorohet vazhdimisht, besoj si duhet arrijë të marrë frenat në dorë për pozicionin e vet, sepse është i nevojshëm kontributi i diasporës në Shqipëri. Se shqiptarët më sa duket janë pajtuar me këtë lloj sistemi, edhe ata disa shqiptarë mendojnë se kënaqen kur janë tjerë në pushtet, nuk pretendojnë për vete. Unë faktikisht duhet që këto shqiptarët të mendojnë për veten radhë parë. Kush i plotson interesat e tyre, aty duhet shkojnë, atë do të votojnë. Jo interesa vetëm personale, po ka interes personal, ka interes të shoqërisë, ka interes të kombit, ka shumë. Por në qoftë se nuk ka asnjë lëvizje edhe opozita në Shqipëri vazhdon të jetë hermetike e mbyllur, ndoshta diaspora do të krijojë edhe një strukturë të vetën, ku ta di unë. Patjetër se ndoshta në bashkëpunim, po besoj që nuk duhet të rrijë heshtur diaspora. Unë mendoj se ne si diasporë, po të jemi të bashkuar, do i dalim zot Shqipërisë dhe do arrëzojmë çdo qeveritar që nuk është afër popullit shqiptar, që shikon vetëm interesin e vet personal. Ne jemi për popullin shqiptar dhe do bëjmë më të mirën për popullin shqiptar dhe nuk do ta lëmë Shqipërinë vetëm dhe do t'i dalim zot asaj.
Unë mendoj se është e domosdoshme, Linda, është e domosdoshme sepse jemi në një pikë kritike, me thënë të drejtën, edhe kjo pikë kritike, do më thënë, në qoftë se neglizhohet, ndoshta një ditë mund të bëhet edhe e pamundur, sepse diktatura duket shumë afër në Shqipëri, edhe duke pas parasysh situatën ndërkombëtare. Diktatura nuk duket shumë afër, por është. Po. Sepse njeriu nuk është i lirë të flasë, sepse direkt arrestohet. Nuk është i lirë të edhi një hap, se direkt i vëmë prangat. Edhe kjo vjedhja pronën I së pari drejtohet kishti. Edhe nuk ka siguri dhe garanci edhe për pronën? Jo, nuk e. Unë vetë që kam pronë në Shqipëri, mendoj nga njëherë, duke parë rrjedhjet e fundit, që po ndodh në Shqipëri, ta shes sepse nuk kam sigurin vendin tim. Nuk kam sigurin vendin tim. Duke fillu nga atë çfarë duhet bëjmë ne? Është e vërtetë që ne duhet të ngrihemi, duhet të vendosim që të ndërhyjmë, se për ndryshe fundi do të jetë i hidhur. Unë kam thënë gjithë bashkë, nuk duhet jemi thjesht me fjalë. Unë kam ngretë zërin shumë herë publikisht në rrjetet e mia sociale. Unë shumë shpesh publikoj gjëra, apo sidomos kur shikoj që çfarë ka ndodhur, është gjëja e parë që mua më prek, sepse tash është vendi im, sado që unë jetoj këtu, mua aty më rret zemra, aty më dhëm shpirti, dhe më vjen shumë keq në radh parë që ne si opozit nuk i dalim në mbrojtje. Unë të thash, si dilet të mbrojtjet popullit, si mbështetet populli, duke fillu nga gjërat më minimale, duke fillu nga ngritja e çmimeve, duke fillu nga dritat, nga elektrike, duke fillu nga mjekësia, nga spitalet, që është zero, duke filluar nga pronat. Pra, i ka shumë e shumë pika në Shqipëri që ti i del popullit në mbrojtje dhe në mbështetje për të rrëzuar qeverinë. Se një njeri i vetëm atje nuk mund t'ja dali, sepse direkt të arrestojnë të fusin brenda. Sepse njeriu nuk është më fjala e lirë, diktaturë. Nuk jemi në prag, po jemi në diktaturë. Unë një protestë në Tiranë, majta fjalën edhe thash, duhet ngrihemi, sepse ndoshta një ditë, me mënyrën se si po zhvillohen ngjarjet në Shqipëri, ndoshta një ditë ne do të kërkojmë vizë për më shkuar në Shqipëri. Drejt asaj po shkojmë. Edhe situata ndërkombëtare, se ne presim se do të na mbrojnë ndërkombëtare, do merrem me ne, po ata kanë probleme çik më të mëdha se sa ne, dhe Rama po i shfrytëzon më së miri këto. Jo, partia jon po i lën terren. Po, edhe kjo... Ramës dhe Rama po përfiton, shumë e thjesht. Pse mos bashkohemi ne të gjithë së bashku, i madh i vogël diasporë Shqipëri, të protestojmë dhe t'i dalim në mbrojtje atit popullit? Sot ajo që i bie një familje, nesër mund të më bi mua. Pse mos jemi gjithë bashkë, po i lëm vetëm njëri tjetrin? Nuk duhet ta lëm njëri tjetrin vetëm dhe të themi çfarë foli Linda, çfarë foli Genci, i doli kundër këtij, jo. Ne e kemi për ju, o popull shqiptar. Ne e kemi për të mirën tuaj. Nuk e kemi për veten tonë, e kemi për juve. Është e vërtet kjo punë, pa ta thonë ja, thonë, e bam protestën dje, thot, po ju nuk erdhët. Pardje kishte protestë. Sa kemi shku neve, ne kemi shku mira erë në Shqipëri. E kuptoj. Mira erë kemi. Dhe ne me vërtet ndoshta nuk shkojmë në Shqipëri, po kemi edhe strukturat këtu në Itali që vazhdojmë e punojmë. Ne vetë po punojmë. Pa marrë njerëz nga Shqipëria, po me njerëzit me diasporën e Itali po punojmë. Vetë, duke bërë kilometra, kemi punuar me Bardok Dodën, me Dritan Beqirin, kemi punu kur ka qenë koha para zgjedhjeve, kemi punu kaq shumë sa kur ishte shi, ftohtë, dimër, gjithçka për jashtë, ne bëshim kilometra për të bërë antarësime. Për çfarë i bëm ne? Për vete? Jo, ne i bëm për të mirën e opozitës, nuk i bëm për veten tonë. Kemi bërë shumë kilometra, kemi net pa gjumi, jemi lodh, kemi ecë shumë ditë rrugësh, jemi bërë, se është edhe turp me thënë, jemi bërë proprio si endacak rrugësh. Kemi punu kaq shumë si diasporë, për të ngretë opozitën, për të marrë votat që u vodhën, votat që ndoshta u shitën, votat që i din vetë struktura në Shqipëri. Sepse neve votën ja dham,
për ato nuk ditën ta mbroj. Unë do vazhdoj ta them se diaspora ka votuar, denoncimet i ka bërë dhe ato nuk ditën ta mbroj. Unë mbaj mend kur kanë qenë votimet që kemi qenë në Shqipëri, nuk ishte mbrojtje të votës, nuk ishte njerëz aty që të shikonin, bëni kontrollit, ishte vetëm Partia Socialiste. Po se kështu funksionon, duhet vija unë nga diaspora të dilja mbrojtje. Sa kemi ardhur neve në Shqipëri, kemi qenë një grup demokratësh nga Italia që kemi ardhur dhe kemi qenë kush në një ide, kush në tjetrën, kush aty duke kontrollu. Ndërkohë që duhet ishte partia jon, ajo që duhet ta kishte bërë, se ne kishim punu në Itali. Kuptoj, a morë ndonjë respekt apo mirënjohje apo ndonjë falënderim? Po, falënderim që asyt nuk na i kanë hedhë. Kjo ishte falënderimi. As syt. Edhe në fund, përveç asaj, domethënë, imagjino sakrificën e diasporës, sakrificën e shumë demokratëve në Shqipëri, që është e pamohueshme, edhe në fund arritën edhe tallën me demokrat, për shembull, rasti i zgjedhjes ati Shabanit në postin e Endre Shabanit. Po, Endre Shabanit në postin e avokatit popullit. Një kohë kur ishte e çuditshme, domethënë arritën t'i japin, ata nuk i dhan votën, por i dhan firmat, diçka tillë, edhe u tallën Jo, ato ja dhan firmat pa dashje se menduan se po meshin një pronë dhe e firmosën kështu. Po, lexuan se nuk ishin të shkolluar dhe nuk e lexuan. Po, domethënë sikur je deputet, edhe nëse nuk di shumë gjëra, pak në ke ndoshta një këshilltar, një sekretar që mund ta pyesësh apo një koleg. Pra unë besoj, nuk po them se besoj, nuk flas me kompetencë, po tani me atë nuhatin time, kam përshtypjen që çdo njeri që ka punuar ndershëm është një rufare, as nuk është thënë faleminderit. Po të drejtë nuk e do njëri. Duhet bëhemi të këqin që të na duan dhe të na respektojnë. Të këqit, edhe qelpsirat i kemi në krahun tjetër, edhe ne nuk mund të pretendojmë të fitojmë përballë atyre me aleancë qelpsirash. Ne duam njerëzit e drejtë, ne duam njerëzit me energje, ne duam njerëzit me kulturë. Është shumë e rëndësishme. Politika në Shqipëri, e thash edhe pak më herët, është shumë konfliktuale. Duhet se s'ban që të ndryshojë kultura politike. Edhe atë e sjell atë kulturë të re. Perëndimore e sjell diaspora, prandaj duhet duhet angazhimi. Po nga e kundërta, ndodhe kundërta linda, ata mundohen që edhe në diasporë të sjellin mënyrën e tyre të bëmit politik. Unë e shikoj. Po ne nuk e pranojmë Genci. Po ashtu duhet më, edhe unë se kam pranuar për veti, saqë jam larguar nga partia dhe kam thënë që unë do të dërgoj në Shqipëri kulturën britanike të bëjt politik, ku në 5 vjetë në rrugë 5 herë 5 kryeministra, edhe nuk pranoj asnjëherë që të më imponohet nga Tirana asnjë lloj veprimi. Edhe kush më imponoje, ata njerëz që s'kan një aksion politik, ata njerëz që nuk i voton askush. Edhe shiko, Linda, si mund të pretendojmë ne të dalin ato me vota tapura dhe do ta shikojmë sa vota do marrin, mund të bëjë edhe kjo tjetra. Po, si mund të pretendojnë një parti të fitojë, kur vetë anëtarët e partisë, pjesën më të madhe të kupolës PD-s as nuk duan me i pa me sy. Nga kush i merr votat atëherë? Nga kush i merr votat? Domethënë, përveç asaj, Partia Demokratike në këtë kohë nuk e mund dot ramën me militantë po duhet hapur edhe nga elektorati i gri, duhet hapur edhe nga shtresa intelektualëve, njerëz me shkollë, njerëz me përvoja, njerëz pse në diasporë. Njerëz intelektual dhe të jipet përparësi diasporës. Në qoftë ato nuk do japin përparësi diasporës, Rama do vazhdoj të qëndrojë në qeveri, që kështu për të mbrojtur popullin shqiptar dhe për t'i dalë zot Shqipërisë, do jemi vetëm diaspora. Po, unë kam frikë se mos ata që nuk e duan rrezik janë të pajtuar, siç e thamë edhe më herët, me këtë lloj regjimi dhe ndoshta nuk kanë interes. Nuk e di, ne nuk dim gjë për momentin, po edhe ndoshta. Por faktet e tregojnë të mos veprimi edhe mos mbështetja e padrejtësisë që i bëhet popullit shqiptar tregon edhe këtë. Sepse unë që jam një demokrate e vërtet, një demokrate e lirë, që nuk ma i zërin asnjë të them të vërtetën time, unë i kam dalë mbrojtje banorëve të Shqipërisë, sidomos me ngjarjen e fundit të zonës në Rjovë.
Shumë bukur, kështu duhet jenë të gjithë t'i bashkohen çdo lloj qendrese, çdo lloj padrejësie, çdo lloj proteste, edhe mos ta lam qeverinë që të bëjnë si doje. Po më bën përshtypje edhe një diçka tjetër, se si Partia Demokratike, si çdo formacion politik, ka strukturat e veta, ka ato forumet e veta, apo nuk e di se si thon ca strukturave tjera, po nëse forumi i gruas për shembull, siç tha Almana Vokshin, po ja përmendin mi çik emrin si shumë, ndoshta po i bëjmë reklam në një kohë kur faktikisht ajo nuk meriton reklam, që ajo për mua është një kancer në Partinë Demokratike, shkon në Evropë çdo ditë. Ajo shkon besoj nuk shkon me parët e veta, jam i sigurt. Partia Demokratike ka edhe një departament për marrëdhëniet me jashtë, për politikën e jashtme, edhe nuk e kemi parë personin përgjegjës se është për atë punë asnjëherë, sepse do të thoshti këto që shkojnë nuk e dim ne ka kanë takuar, ku kanë shkuar, ne e dim se ato çdo herë që dalin nga Shqipëria, ata vendosin fotografinë profilet e tyre se duan më duk të famshëm edhe të rëndësishëm. Edhe nuk kanë shkuar kërkun ose nuk kanë arrit me sjell as edhe një, se dëgjoj, thonë u takova me Finan. Finan. Po ka si edhe asnjë, vetëm që ka si deputet dhe vazhdon të si deputet. Po pra, vetëm diaspora itali, vetëm diaspora itali. Janë vetëm deputetët italianë që i sjell Bardok Doda. Vetëm diaspora italisë ka arritur të sjell politikan të huj. Edhe me deklarata, se dalin këto edhe mbajnë një fotografi, edhe thonë u taku me filanin ose me filanën në Parlamentin Evropian, në Bruxelles, në Berlin, ku ta diun se ku, në Roma, ku ta diun. Ore, mu nuk më intereson të shoh ty në fotografi, mu dua ta di çfarë u tha. Çfarë tha? Nëse ti je zoti dhe e ke bindur personin që ke takuar se situata në Shqipëri është kjo, pse nuk vjen ai për një vizitë në mbështetjen në Shqipëri? Pse nuk vjen ai me një deklaratë? Me një deklaratë mbas fjalëve tuaja që kështu bëhet në Shqipëri. As edhe një gjë. Ata nuk po punojnë edhe na morën në qafë. Prandaj po ato bëj dhe unë një pyetje se s'kam bërë si pyetje. Bani pyetje, po jo të vështirë se nuk kam shumë. Jo, shumë të lehtë, pyetjet lehta që ke qenë vetë prezant. A e pe respektin e presidentit të si thënë në Shqip të parlamentit këtu në Itali, që ishe vetë prezent, e respektin që na kanë bërë deputetët të nderuar në parlamentin italian, ne populli shqiptar? Aty pra, a ka shansë se Shqipëria të na e bëj këtë respekt? Aty jo, dëgjoj. Ne nuk ne duam që të na vlerësojnë edhe të na përdorin për interesat e tyre, se thash, ato që s'kan bën, ata që janë të angazhuar dhe të ngarkuar në Partinë Demokratike në politikën e jashtme, po e ban diaspora në Itali. Pra është në interesin e opozitës që të angazhojë këtë diasporë, të ta përdorë si urë lidhëse. Po jo urë lidhëse që ata të vinë edhe diasporës që thotë, ikti tani se këto erdhën. Jo, ato kërkojnë përçarje madje. Po kam kuptuar se ata kërkojnë edhe përçarje, sepse dëgjoj, Linda, ata kanë një diçka. Po të pan duan të përçajnë sepse ti bash rrezik për ata. Ata kanë frikë. Ne nuk dorëzohemi, ne jemi shumë. Fatin e mirë janë një grup shumë i bukur dhe shumë i fortë. Nuk është se ne nuk kemi pas probleme, kemi pas dhe në situata, jo brenda grupit, flas jashtë grupit, domethënë, për të na vënë barriera, por nuk ja kanë dalë dot. Edhe un kam frikë se mos i keni me origjinë, domethënë burimi i këtyre lëvizjeve rrezik ka nga Tirana. Domethënë rrezik ata e kanë, se thash, ata unë e them me plot bindje që po. Shiko, Linda, qesh një herë në Shqipëri unë edhe organizova një protestë, sepse në Shqipëri nuk po lëvizin fare. U vut Raun Kuks, u bë një protestë, po nuk e ngriti kush mua zonjën. U vut Raun Suman, edhe domethënë drejtën u revoltova, thash, si ka mundësi që shqiptarët nuk po lëvizin. Edhe shkova me bë një protestë. Kur shkete u bori Partisë Demokratike, shumë demokrat po më shifshin me smir, me xhelozi, gati si rrezik. Edhe më thonë mu, kush je ti zotëri që vjen nga Londra, ne kemi 30 vjet tu. Që do të thotë, e përkthyer në shqip, do thotë që ti do marr në një post këtu në Shqipëri, në një kohë kur ne po presim tash 30 vjet për një post. Thash, zonja zotërin, thash, unë protestën, thash, unë kam marrë për t'ju zgjuar ju nga gjumi, thash, nuk kam marrë, thash, për me bë protestë për veti, thash, jam i rregulluar në Londër, unë s'kam probleme fare. Edhe mos u punua si ditë mu mban shteti atje, sepse në Anglia, Britania më dha shtet social. Thash, nuk kam probleme unë kam marrë t'ju zgjoj nga gjumi. Të zgjohemi gjithë bashk,
ta rregullojmë situatën, pastaj kur të vjen puna me nda pushtetet, thash, unë ju la ju ndani ju, thash, e unë shkoj te puna ime prapa atje, nga kam ardhur. Pra ka po të panë ata si potencial të mundshëm, rreziku në thojë se kur ti ndihmon nuk je rrezik, ti je mbështetje. Po pra, kjo është qëllimi jam për t'i ndihmuar ato, unë thash. Po ata të shohin ndryshe, nuk shohin kështu. Po është kaluar nga ana atyre, tani të shkojnë të bëjnë një vizitë psikologjike alora të gjithë. Po. Edhe të kuptojnë më mirë se çfarë do të thotë të ndihmosh. Nëse unë kam pa që pas 11 maj, duke kam pa shoh edhe veten, ka një farë tërheqje, me thënë të drejtën, nga shumë njerëz, sepse nuk po besojnë shumë më se çfarë mund bëhet, edhe ka humbur deri diku edhe shpresa, sepse edhe lëvizjet që po bëjnë këto janë një çik të avashta, të lexueshme, nuk kanë agjend, si më thënë, që mund të ngjallë shpresa dhe frym, por diaspora italiane shoh që qëndron e fortë, e pa lëkundur, edhe don të vazhdoj, nuk do të ndërzohet, edhe unë ju përgëzoj, edhe do mundohem të jap mbështetjen time aq sa mundem, edhe si fizikisht duke qenë pranë jush, por edhe nëpërmjet radios, në çdo moment ju jeni të mirëpritur, do të keni hapësirën e nevojshme në emisionin tim, por edhe në emisionet e tjera. Meritoni të jeni shembull të ndjekur. Me këtë rast dua drejtori i radios, kësaj radios, Window Radio, zoti Leonard Koja, është emigrant në Gjermani dhe ka shpallur kandidaturën në zgjedhjet lokale të vitit ardhshëm në Malsinë e Madhe për kryetar bashkie. Unë e përgëzoj. Urime, po. I uroj suksese. Dëgjoj, pse e përmenda? Leonard na fal se po ta përmendim emrin, po bile do ta marr edhe në intervistë, i kam thënë Leonard Banugati të marrë tjetër do të jesh në intervistë, po thash ka nevojë, ka nevojë sepse disa shembuj të interesit diasporës për të kontribuar në Shqipëri, sepse ai ka 2 universitete, është në Gjermani, i ka punë në rregull. Pra, po të ishte puna për anën personale, ati nuk i takon me lëviz fare, me dalë nder fare, po ai do të angazhohet. Edhe thash, unë të falenderoj. Jo sepse ti ke bën një lëvizje personale, por thash që inshallah shpresoj që të jetë shembull për diasporën, që të fillojnë të angazhohen fuqishëm, të marrin fatet në dorë, se ata nuk po bëjnë vetëm pazare, nuk ka kush interesin dhe mendin me punu. Prandaj i baj thirrje diasporës me këtë rast, pasi urova suksese Leonardit, që të angazhohet. Leonardi dhe ne do jemi prezent. Të angazhohet që të kemi shumë si Leonardi për në bashki, për kryetar bashkie, për këshilla bashkiak, për drejtues partie, për kudo. Duhet që diaspora të angazhohet. Edhe në pjesa diaspora sepse jep një frym të re, një ndryshim, një kulturë tjetër, një mentalitet tjetër. Edhe në pjesa tjetër pastaj popullit shqiptar. Edhe në pjesa tjetër pastaj mbështesim këdo që tjetë, mjafton që ta ketë mendjen me punu, me ndershmëri. Ne do mbështesim çdo njeri të ndershëm. Jo personat që bëjnë pazare politike. Kushdo qoftë ai që po pazare politike, unë do ngrej zërin dhe nuk trëmbem nga asgjë. Unë nuk dua të bëhet pazar me popullin, se ne kemi vuajtur gjithmonë si komb. Dhe kërkojmë më të mirën për popullin shqiptar. Është e vërtet, ne duhet ta mbështesim njëri tjetrin, se duke mbështetur njëri tjetrin mbështesim kauzat dhe mbështesim interesin e Shqipërisë, edhe të shqiptarëve, pasi edhe ne jemi shqiptar, edhe siç e thash më lart, edhe apo doja ta thoja, ne nuk ikem nga Shqipëria se Shqipëria ishte e keqe, ne ikem nga Shqipëria për një jetë më të mirë, sepse Shqipëria në atë kohë nuk kishte asbuk. Po tani që Shqipëria duhet ishte e zhvilluar, edhe kontribuojmë ta zhvillojmë, përse jo, pse mos ta ndërtojmë Shqipërinë si Italinë, si Anglinë, si Gjermaninë, edhe në fundit të kthehemi edhe ne te ato pronat tona që thati që kemi atje, edhe nuk po i gëzojmë, pse jo? Nuk po i gëzojmë sepse mua po të më pyesësh, a kthehesh në Tiranë? Unë them jo, për momentin nuk nuk ka drejtësi. Në Shqipëri nuk ka drejtësi. Aty është korrupsioni shumë i madh, çmimet janë shumë të mëdha, pa drejtësia është shumë e madhe, dhe unë nuk e gjej veten mund të shkoj për një ditë. Nuk e gjej asun, por nëse Shqipëria ndërtohet, ka shtet ligjor, ka drejtësi dhe barazi, e ka ligj, atëherë pse jo? Pa. Sepse ne
nuk e kemi vendin e keq, ne kemi vend shumë bukur, me krim Kemi bukur, me vend shumë male, mirë, me pa gjetë. na duhen persona të mirë që ta qeverisin. Po, vërtet. Jo persona që bëjnë pazare me njëri tjetrin. Edhe ca vuajnë, ca nuk kanë bukë të hajnë, dhe ca kanë kulla dhe jetë luksi. Po, Pra nuk këtu din nuk ka se kujton barazi. fare. Këtu nuk ka barazi. Nuk ka fare, sepse dëgjoj, nëse dikush që ka kullat për shembull, sikur ti kishte me parat e veta, me dirës në e vet, ne nuk kemi xheloz, por amon që se kanë mbjell parat e popullit, atëherë patjetër ne nuk është çështje xhelozia, është çështje se i vjedhur. Kullat nuk i ka një individ i thjesht. Atë Themi të vërtetën. Kullat e ne i dim gjithë kush i ka. E vërtet. Pra atë mund ta kisha edhe unë, pse nuk e kam, se unë nuk bëj pazar, nuk bëj pishkliqe. Është vërtet. Linda, besoj se këtu kemi arritur drejt fundit bashk. Unë për veti e shijova bisedën me ty. Faleminderit gjithashtu. Kupton? Pyetjet nuk t'i bëra, po i rezervoj për herë tjetër. Po deshe kemi kohë shtesë, ne marrim kohë shtesë. Ja, rriqet. Faleminderit shumë për ftesën, suksese dhe sa më lart për emisionin, dhe i bëj një thirrje gjithë diasporës të bashkohemi sa më shumë bashkë dhe t'i dalim në mbrojtje Shqipërisë, t'i dalim në mbrojtje popullit, sepse Shqipëria dita ditës po zhytet drejt mjerimit, dhe vetëm ne mund ta shpëtojmë atë duke mbështetur, duke ngretë zërin, duke mos e lënë me një anë, edhe shumë gjëra tjera. Linda, unë të falenderoj që ishe pjesë e radios sonte me mua, edhe zëri jot besoj që ka shkuar në vendin e duhur, besoj si diaspora na ka dëgjuar me vëmendje, edhe ata që na dëgjojnë por që kanë ndonjë shtesë, duhet të thonë diçka, duhet të kritikojnë, duan të mbështesin, janë të hapur, radio jonë dhe sidomos emisioni im është i hapur për këdo që ka një zë, por që ai zë duhet i shërbeje interesit kombëtar edhe jo për të bërë bla bla kot. Unë të falenderoj. Faleminderit. Erdhe si zë e fuqishëm, biles kaq fuqishëm edhe sa pa të frikë se do mbrejsh të telefonin. Po jo më, se unë thash, ju flas nga ekrani i Romës. Të falenderoj edhe bëjmë të fala të gjithë atyre miqve. Patjetër, dhe shikohemi në Milano shumë shpejt. Ftesën e ke hapur, do ta publikojmë shumë shpejt. Të falenderoj, të fala gjithëve, edhe ju uroj një punë të mbar suksese, edhe siç ju thash, mbështetjen time edhe të radios edhe të miqit vetëm ju do ta keni vazhdimisht, pasi unë mendoj që jeni shembull për të marrë diaspora. Faleminderit shumë Genci. Natën e mirë. Natën e mirë diaspora, natën e mirë populli shqiptar. Dhe 4 dysha në telefon që do të thot fat. Natën, unë jam 22 këtu. Unë kam 22. Po që jemi një mrapa në Angli. Natën e mirë pra, natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Window Radio, isha unë Genc Paçuku në një lidhje direkte me Romën, me të ftuarën time speciale zonjën Lida Bami. Tham çfarë tham, ju pëlqyen apo nuk ju pëlqyen, ne nuk e ndryshojmë dot më, pasi kemi nxjerrë nga goja, por ju keni mundësi të vlerësoni, të gjykoni, të kritikoni ose na mbështesni. Edhe nëse gabojmë në bisedat tona, edhe nëse themi diçka më tepër ose lëm diçka pa thënë, nuk është për arsye agjende, po ndoshta është se nuk jemi politikan ose moderator profesionista, emocionet na marrin shpeshherë me vete, por e rëndësishme është që gjithçka që bëjmë, gjithçka që themi, e themi me mendimin e mirë, me zemrën e mirë, me qëllimin e mirë, kontribut për Shqipërinë. Kështu që nëse gabojmë ndonjëherë, asnjëherë nuk është i qëllimshëm, asnjëherë nuk është gabim me agjend, por mund të jetë aksidental. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Bashkë dëgjohemi përsëri të martën, nëse nuk dëgjohemi më herë, sikush e di, mua nganjëherë nuk më pritet dita e martë, edhe ndoshta kërkoj leje për të futur si jashtë rradhës me brylla, domethënë si futen shqiptarët me brylla pa radhë, edhe marr radhën ndonjë emision jashtë radhe. Gjithsesi, ju falenderoj, nëse s'kemi ndonjë të re, dëgjohemi të martën. Tjetër, natën e mirë, mirë dëgjofshim. Unë Genc Paçuku nga studio në Londër. Mikrofoni hapur nga Genc Paçuku në Window Radio.am.